Superliga e basketbollit shqiptar të meshkujve ka zhvilluar të shtunën ndeshjet e javës së 16, duke nisur kështu fazën e 4 dhe të fundit për sezonin e rregullt. Djemtë e Detit realizuan një ndeshje me fitore. Ata poshtën Vllaznin me rezultatin 87-80 në një ndeshje të luftuar deri në momentet e fundit. Dursatët poshtën Vllaznin me rezultatin 87-80, konkretisht 18-19, 26-16, 21-18 dhe 22-16. Pas një përmballje interesante, zhvilluar në Pallatin e Sportit Ramazan Njala në Durrës. Kjo është një fitore e rëndësishme për Teutën, e cila konfirmohet kështu edhe një herë si forcë e dytë e sigurt në kampionat. Teuta e bëri diferencën në periudhën e dytë dhe të tretë për ta mbrojtur e përsi në çerekun e fundit. Trajneri Milatovic nuk u dha asnjë minutë lojtarëve të Stolit, ndërsa i gjithë formacioni tursak mbylli me doppio shifër pikësh. Më i miri u regjistrua Power me 30 pikë dhe 11 kërcime. Kjo fitore është përshëndetur nga tifozeria në rrjetet sociale, ku djemtë e Detit janë inkurajuar për të vazhduar përpara me fokus dhe energji për ndeshjet e ardhshme.